Policia e Durrësit ka realizuar një aksion të gjerë për goditje në një rrjeti prostitucioni, ku 2 gra kineze të moshës 54 dhe 41 vjeçare janë arrestuar dhe akuzuar për prostitucion dhe shfrytëzim prostitucioni. Ato ishin vendosur në një banesë me qira në lagjen 13 të qytetit të Durrësit dhe ushtronin aktivitetin e palishëm, të cilin policia e ndaloi pas një hetimi të thedhuar 2 javor. Gjatë aksionit u arrestuan 6 persona që përfshin qytetar nga Durrësi dhe Kavaja, të cilët u kapën në momentin e ndërhyrjes në ambientet ku po zhvilloi aktiviteti kriminal. Hetimi u bazua në një informacion të siguruar nga agentët e inteligjencës, të cilët përdorën metoda proaktive për zbuluar detajet e aktivitetit palishëm. Në cilësinë e provave materiale, policia sekuestroi 2 pasaporta të grave kineze, 440 euro, disa karta banke, karta telefoni dhe aparat celular, si dhe dokumente që vërtetonin aktivitetin e palishëm të shfrytëzimit të prostitucionit. Hetimet treguan se ky rrjet ishte pjesë e një grupi kriminal të strukturuar i përbërë kryesisht nga kinezë, të cilët rekrutonin vajza nga Kina dhe i dërgonin në Shqipëri për të ushtruar prostitucion. Ata siguronin apartamente me qira për vajzat, të cilën përdorej për kryerjen e aktivitetit palishëm dhe përmes faqeve online siguronin klientët përmes reklamave. Policia në bashkëpunim me prokurin ka nisur hetimin intensiv për të identifikuar dhe kapur organizator të këtij rrjeti dhe për të zbardhur të gjitha lidhjet e tjera që mund të kenë ndihmuar në zhvillimin e këtij aktiviteti kriminal. Hetimet janë duke vazhduar dhe policia shpreson të zgjerojë më tej informacionet për të goditur më në thellësi këtë aktivitet palishëm.